pushimi, jemi të zgjedhur. Ky nuk është aksion. Edhe sot si Partia Demokratike e Kosovës, ne jemi këtu të gatshëm për të filluar seancën. Por në vend të kësaj, partia e parë fituese nuk shfaqet, nuk tregon seriozitet dhe vazhdon sikurse gjithçka të jepet normalitet. Mua më vjen keq që më duhet të flas në këtë formë. Po në qoftë se është nevoja, ne duhet të vazhdojmë kështu, të flasim me të gjithë të rinjët, sepse ata duhet ta bëjnë vetëm një pyetje. Se sa ka ndryshuar jeta e tyre për brenda 6 viteve. Përse ende të rinjët, kur e përfundojnë fakultetin e tyre dhe studimet, nuk gjejnë vend pune. Ata e dinë vetë përpjekjet e tyre të vazhdueshme së bashku me familjen që janë duke i bërë çdo ditë. Kjo është mjaftueshëm argument për të treguar dhe dëshmuar të gjithëve, sepse në ditën ndërkombëtare të rinjve, në qoftë se është nevoja të bëjmë revolucion dhe të kërkojmë demokraci, ne duhet ta bëjmë. Edhe sidomos duhet ta bëjë rinia. Andaj bëj thirrje për të gjithë ata të rinj që neve po na shikojnë sot. Unë kam zgjedhur të futem në politikë, sepse të rinjët ka nevojë për përfaqësim. Për juve që kërkoni drejtësi, për juve që kërkoni të ardhmen e Kosovë, ju bëj thirrje të mendoni në mënyrë kritike, sepse sot është revolucioni më i madh që duhet bërë për demokracinë që është fituar me gjak edhe me djersë për vendin tonë. Andaj edhe një herë ju falenderoj të gjithëve, i falenderoj të gjithë të rinjët që po vinë ta vizitojnë kuvendin, le të vinë, le ta shohin dhe le të shikojnë se si duhet të funksionojë kuvendi. Dhe në asnjë moment të mos manipulohen nga propagandat e vazhdueshme në rrjetet sociale që po e bipopullojnë rrjetet sociale dhe botën digjitale. Faleminderit shumë. Nderuar përfaqësues të mediave, ne jemi këtu sot me ftesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të ushtruar një funksion tonin që është jetik për Kosovën sot. Sovraniteti i takon popullit, i takon institucionet zgjedhura dhe ne që jemi këtu që po shihemi, jemi të zgjedhur. Bllokimi i kuvendit të Kosovës është senim i sovranitetit, rendit kushtetues të demokracisë. Ne nuk do të lejojmë në asnjë formë, në asnjë mënyrë që të dhënohet e drejta e qytetarëve me qenë kuvend dhe pas institucione. Të tri normat kryesore, cilat e rregullojnë funksionimin e këtij kuvendi, janë shkel. Neni 66 i Kushtetutës, akvendimi i gjykatës kushtetuese neni 140 dhe rregulloria e punës për në nivel të 48 orë. Çfarë do justifikimi është tentim për me bloku votën e lirë qytetarëve që përfaqësojnë ne. Këtë ku të ta lejojmë. Faleminderit. Vetëm për saksi, ky nuk është aksion. Ne jemi në vendin tonë të punës, aty ku na ka sjellë qytetari i Republikës Kosovës me votë. Ne na obligon kushtetuta, ligjet, rregulloria e punës së kuvendit, që të jemi këtu çdo 48 orë deri në konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryesuesi nuk ka mandat të negociatorit. As bëj marrëveshje politike, ai thjesht e ka për obligim që ta thërras seancën konstituive dhe ne këtu të zgjedhim kryetarin dhe kryesinë e re. Kaq, këtu fillon dhe mbaron çdo gjë. Mirë po fatkeqësisht kemi suspendim të kushtetues, kemi suspendim të ligjet dhe kemi suspendim të demokracisë. E ky vend, e kjo republikë është ndërtuar me shumë munde, me shumë sakrificë, e ne nuk do të rrim duar kyç. Nuk na e lejon as ndërgjegja, as vetdia politike, qytetare e kombëtare. Mas po këtu jemi si opozitë. Këtu jemi si qytetarë me ndërgjegje, që na ka votuar populli. I falenderoj ty deputet e lëvizjes vetëvendosje që erdhën. Shpresoj që do t'u bashkangjiten edhe të tjerët e ta konstituojmë sa më parë. Faleminderit shumë. A kemi drejtu që pa diskutuese si shkemi tonë për zvarritjen që po bëhet? Jemi dëgjoj. Situata është e qartë, e kristal, e zezë në të bardhë me dy këmbë është shkel atë vendimi i gjykatës kushtetuese. Edhe po e ripërsëris. Kjo nuk është krizë interpretimesh.
Nuk është krizë kushtetuese, është krizë politike, është krizë morale që vije si rezultat i mos gatishmërisë së lëvizjes vetëvendosje për të konstituuar vendin dhe për të ecur përpara. Faleminderit shumë, do të jemi vazhdimisht këtu dhe nuk do të ndalem. Nuk do të ndalem.